Kryeministri Ristian Mickoski ka deklaruar se nuk pret krizë politike në prag të zgjedhjeve lokale, por parashikon që kërcënimet nga BDI të vazhdojnë me intensitet të pandërprer. Siç tha Mickoski, BDI ka frikë për kapitalin e saj të fituar kriminalisht dhe dyshimet e bazuara për krime që kanë ndodhur në vitet e fundit. Nuk janë mësuar të jenë në opozit për një kohë të gjatë. Kur pak janë në opozit, aty ka përgjegjësi dhe të gjitha aktivitete për të cilat ka dyshyme të arsyeshme, që kanë të bëjnë me krimin dhe kriminalet, dalin në sipërfaqe. Ata për këtë kanë frikë. Ata kanë frikë për kapitalin e tyre të fituar kriminalisht dhe për dyshimet e bazuara për krime të ndodhura, sidomos në 2 vitet e fundit, sepse në mënyrë të egër kriminale, me të cilën ndryshuan kodin penal, i dhan vetes amnisti për krimet e kaluara. Dhe për fat të keq, ne nuk mund të bëjmë asgjë për këtë. I pyetur lidhur me skandalin e derivateve, Mickoski tha se Ratko Kapushevski dhe Asmir Jaoski kanë rrezikuar të drejtën e jetës së qytetarëve dhe se kushdo që ka shkelur mbi ligjin do të mbajë përgjegjësi. Mickoski tha se prej që biznismenët të akuzohen dhe theksoi se hetimet e mëtejshme do të zbulojnë se çfarë përmbante vetë mazuti.